Ua, si duken tomatët kastravecat që si këshon portokallit. Ua, nami moj. E shikon moj? Po, plot. Po kalon në Albani. A ti duhet i bëj magji. Duhet i bëj magji. Ua, po i jetë vetja sikur seksi me. U gjvesh raz, i kaloj i gjithë. Me erdi natë, atë duhet e kësha bërë unë, jo aj? Magji! Berti që nga veshu prapë me të zeza. O, pika e si vjetë, s'ka po vjetër e vetë me zeza vishet. Magji ati, bëj magji, moj! Avan, ma dopsoj pak atë zonë. Dopsoj, bëj një magji. Hyqja o reksin gjumit, hyqja. Arnita! Hyqje qafe Arnitën. Fjolla! Viki! Qfar freskije këtu lartë. Që qjeli pastër. Shko si ikin të gjithë me nëziti mua? Valbona, e bukura Valbona duket këtu nga lartë. Si është ajo si yllesh? Shumë mirë. Albi, Besi. Ja ku është Bora. Gjesi duke ikur me vrap. Asnjëri nuk duhet të kërcej këtë emisión. Bukur. Sa herë dora ime prek trupin tënd të zhveshur dhe shtrati djersitur ngjan me njëre, me duart që të dridhen me sytë e një fëmije, pa pritur më pyet, a ka të tjerë si ne? Pastaj ora ndale dhe toka s'rrotullon, hëna plasaritet nuk fryn më aser, me muskuj të tendosur në pritje të një pritje, sërish për shpërite, do vdesi me dhe ne. Të dua. Unë ka shti, të tjerat nuk i gjejmë do, as unë as ti. Loti drokulliset edhe zbret në gjoksin tim, ne botë nuk e njohim për rajsën e ti, ma krepat po lëvizin. Të karotullohet, Hajë plot, as që nuk pipa ti. të dua, Dhe ti e di, sa herë s'ta kam thënë, ta kam fshehur, je vetëm ti. Ta kam fshehur. Plastike, kuzhinjeri dhe aktoria si balerinë vërtet. Ishte faleminderit Graciano. Bravo. Kjo kënga është një perl. Kjo këngë është një magji e vërtet. Do doja shumë që Ardi Xhebrea në fakt të rikthej si muzikant. U bë vite që nuk shohim një recital nga Ardi Xhebrea. Të duam me një koncert si ai që keni xhiruar me Vera Gabockën para shumë vitesh ku kjo këngë është debutuar për herë të parë. Dhe sa më shumë muzikë shqip, të lutem, në këtë nivel, Albi, si zgjedhje për javët që vjen. Duam që të vallëzojmë dhe të këndojmë shqip, apo jo, shumë bukur, është shumë depërtuese.
Na rëngjethi kjo këngë për shembull, apo se ka dhe tekstin e ka fantastik. Një muzikë e jashtëzakonshme, me thënë drejtin që është baza në një numër koreografik, edhe një interpretim i jashtëzakonshëm. Dhe themi vërtetën një interpretim shumë i mirë që fatikisht dhe vlerësim nuk i duhet ngrënë haku, se kur i hahet haku është tamam sikur bie lili nga autoraku. Edhe kështu që ka pasojë tjetër. Kështu Se nuk boton një libër me vjersha për fëmijët e vegjël? Nuk, e sigur që nuk do shitet. Ashtu, ë? E sigur që po nuk të do vësh shitet. imazh Robertin, rrezikon. Por po të vësh imazh për shembull Valbona se Dimllarin, po Valbona. Mazit ti tmerri që kemi krijuar fëmijëve që na shikojnë dhe çuditen me këto maska. Pse s'na qetëson pak në fund të mbrëmjes? Për shembull, si do të ishte qingj i vogël rimendushëm kënduar nga Valbona Selimllari? Sigur na e këndoje një herë të këngën dhe ne të imagjinonim si do të na vinte në gjumë një njeri kaq pozitiv dhe i ëmbël si Valbona Selimllari. Se kjo mund të jetë një mbyllje shumë e bukur për natën sonte. Si ja ke kënduar 3 fëmijëve të tu të mrekullueshëm këtë këngë? Jo, akoma. Edhe të ndihmoj unë. O, çfarë magjie, u relaksuan pak nga maska dhe tmerret. Gati. Qingji vogël pse mendushëm bebeva, pse mëri ashtu trishtushëm bebeva. Hajde dalim bashkë në arë, tring, tring, tring. Unë blet luleti a barë, tring, tring, tring. Më bukur të e këndon dhe Vivi, në fakt. Bebeba, pse Maria ashtu trishtushëm bebeba. Eja bashkë në arë, tring, tring, tring. Unë blet luleti a barë, tring, tring, tring. Na e lini në sfond për atmosferë. Sa bukur. Vlerësimin të lutem. Unë Erketa jam me shumë fat që sot që erdha unë këtu ishte një mbrëmje e mrekullueshme, e përsosur, me një energji të paparë, me të gjitha elementet e një show ekstraordinare, me koreografin, me të gjitha personazhet që kanë kërcyer në mënyrë të përsosur, nuk e egzagjeroj fare. Tani mu fut Roberti në shpirt, edhe nuk jam Lidi. Po isha të paruke, Robert, tani dhe na. Jo, e kam në shpirt, nuk e kam në kokë. Përgjigje bukur kjo. Por, ajo që më la Roberti si mbres, ta këta janë shumë të mirë, ta kujdes me këta, ta mos gabo. Por unë, nuk kam qatë bëjt, unë jam i lindur për të gabuar, unë nuk jam i mirë në fund të fundit, edhe s'bëm dot. Robert Aliaj, je një aktor i papar dhe je njeri pa bariera, pa Ja ku është censur. Roberti, si jam unë jam Lili. Dhe unë të falenderoj që ti je i guximshëm dhe përpiqesh kaq shumë që ta bësh interesant këtë show. Ne jemi shërbim publiku Talketa dhe unë i mora gjithë mësimet nga Roberti, ti je sa më i mirë, sa më i bukur, ti japësh mesazhe publikut, ti japësh dashuri siç e di ti, edhe ti adhurosh njerëzit. Lëret godasin ata se nuk marrin vesh ç'a bëjnë. Edhe fali, më ka thënë Roberti. Fali. Se kur ta kuptojnë ata do ta adhurojnë. Prandaj unë i fal. Edhe i them mësojeni mirë tekstin, ju do vëllëinj. Ju ta mësoni tekstin, se pa tekst nuk vjen në show. Nota jote për këtë vlerësim, të lutem. 8 pikë. Albi. 10 pikë. Valbona. Direkt e pikët të shkojnë? Në fakt, Laura nuk e bërë asnjëherë balet? Asnjëherë, jo. Më pyesin shumë vërtet, por asnjëherë nuk kam bërë. Bravo, Laura. Më falë Renata, po e më impresionuar nga Laura sot. 10. Dhe kemi një rezultat shumë të mirë për ju, i cili te i kalon 9.3 pikë, te i kalon Boron dhe Albanin, apo jeni barazim, se si mbaj mend. I te i kaloni numri 1 i mbrëmjes deri tani, me këtë vlerësim jeni ju. Jo, që ka Bora dhe Albani me 9.6. Me 1 pikë më shumë. Të riqem, 9.6 pikë. Kemi barazim